Trashëgimia më e mirë. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: trashëgimia më e mirë që prindrit u lënë fëmijëve të tyre është edukata. Nga ky hadith i Imam Aliut paqja qoftë mbi të mësojmë disa mësime të rëndësishme. Së pari, vlera e edukatës qëndron mbi pasuri. Pasuritë materiale janë të përkohshme dhe mund të humbin, por edukata mbetet përgjithmonë tek fëmia dhe e udhëheq atë gjatë gjithë jetës. Së dyti, trashëgimia shpirtërore është më e vlefshme se ajo materiale. Një fëmijë i edukuar mirë di të ruajë nderin, dignitetin dhe të ndërtojë jetën e tij edhe pa pasuri të madhe. Së treti, roli i prindërve në formimin e brezit. Prindrit kanë përgjegjësi të madhe, jo vetëm për ushqimin dhe jetesën e fëmijëve, por mbi të gjitha për ndërtimin e karakterit dhe moralit të tyre. Së katërti, edukata është baza e suksesit në jetë. Një fëmijë me edukatë të mirë gjen respekt tek njerëzit, arrin sukses në shoqëri dhe është më afër Allahut të madhëruar. Pra, ky hadith i Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, na mëson se dhurata më e madhe që mund t'i japim fëmijëve tanë është edukata, morali dhe sjellja e mirë, sepse kjo është trashëgimi që nuk humbet kurrë.